Ardit Ferizi, 20 vjeçar nga Kosova, i akuzuar se ka ndihmuar grupin Shteti Islamik duke i përcjellë informacione të pjesëtarëve të forcave të armatosura amerikane, u dënua sot me 20 vjet burgim. Ne po lidhemi tani drejt për drejt me kolegen Rudina Dervishi, e cila ndodhet para gjykatës në Aleksandri, ku u zhvillua gjyqi. Rudina. Po Beni, jemi këtu para gjykatës distriktit Aleksandris në shtetin e Virginias, ku sapo ka përfunduar seanca kundër të riut 20 vjeçar nga Kosova, Ardit Ferizi, dhe ku gjykatësi Brinkema i dha atij dënimin prej 20 vjet heqje lirie. Duhet themi se ky dënim është më pak nga ai që kishin kërkuar prokurorët federal. Prokurorët federal kishin kërkuar dënimin maksimal prej 25 vjetësh. Megjithatë një shtesë e dënimit prej 20 vjetësh është një 10 vjeçar pas këtij dënimi, Ferizi do të jetë nën vëzhgimin e autoriteteve. Së pari duhet themi se i riu 20 vjeçar Ferizi u akuzua fillimisht në janar për ndërhyrje në servera dhe për terrorizëm. Akuza e parë kjo që i ndërlidh të dy këta faktor, pra aktivitetin e hakerimit dhe atë të terrorizmit. Si që thamë prokurorët federal, Beni, thanë se Ferizi ka përdorur emrin The Directory, emri koduar ky, dhe ka drejtuar një grup të veçuar hakera të njohur si sigurimi i hakerave të Kosovës. Ferizi pra u gjet fajtor për ndërhyrje në sistemin kompjuterik të një kompanie private amerikane, duke vjedhur në fakt informacione personale të mbi 1000 antarëve, do të themi 1351 pjesëtar të ushtrisë amerikane dhe punonjës federal, të dhënat e tyre personale, adresa që më pas i kaloi tek antar të Shtetit Islamik. Në muajin gusht të vitit të kaluar, një nga pjesëtarët e Shtetit Islamik i postoi këto të dhëna në një llogari të Twitterit, duke shtuar më vonë se po i kërcënonte zyrtarët, dinte gjithçka për informacionet e tyre, për fjalkalimet e emaileve, për adresa se ku banonin dhe se Shteti Islamik do të sulmonte. Duhet themi se prokurorët, megjithse kërkuan dënimin maksimal 25 vjet, avokatët mbrojtës e zotit Ferizi argumentuan se ai në fakt nuk synonte të bënte diçka të keqe, dhe në fakt kishin kërkuar një ulje të dënimit me 6 vjet, por duket se vendimi përfundimtar i gjykatësit Brinkema ishte 20 vjet heqje lirie për të riun 20 vjeçar nga Kosova, Ardit Ferizi. Beni? Faleminderit Rudina, ishte kolegja Rudina Dervishi para gjykatës në Aleksandri, ku sot u dha dënimi për 20